Trupa teatrore Lis në Lezhë konsolidon vendin e saj në jetën kulturore të qytetit me komedin dy miq të çuditshëm nga Neil Simon. Salla e Pallatit të Kulturës u mbush me spektatorë të cilët mirëpritën shfaqjen e kësaj trupe. Një vepër plot humor dhe situata të goditura që solli të qeshura dhe reagime të shumta nga publiku lezhjan. Në përfundim të shfaqjes, aktorët nuk e fshehën emocionin e dhuruar nga spektatorët, ndërsa shprehen se trupa teatrore Lis tashmë është konsoliduar si një nga elementët më aktiv të jetës artistike në qytet, vijon të tërheq vëmendjen e publikut, i cili pret me interes çdo produksion të ri të saj. Kënaqësia e zakonshme kur mundi shpërblet, po nisi kështu. Po, them të drejtën, diçka që edhe surprizë për ne që kishte goxha publik, sepse tash vera siç dihet është ngarkuar, jo plazhi, jo evente të tjera. Për ne është tashmë detyruese në thojza për shkak se publiku lezhjan e kërkon që ne të vëmë shfaqje pra. Lezhja kërkon teatr, kërkon shfaqje të mira, edhe tashmë ne mendoj se kemi kaluar pragun e fillimit edhe jemi gati për të ecë në rrugën për të ndërtuar një trup të mirëfill për qytetin e Lezhës. Regjizori i trupës Alket Bushi vlerësoi pritjen e jashtëzakonshme që u bë kësaj shfaqje, duke theksuar se Lis po rritet dhe po konsolidohet gjithnjë më shumë, duke afruar dhe emra të rinj në skenë. Mendoj se vëmë një shfaqje të mirë, publiku të fry dhe besoj që tashmë arti teatral në qytetin e Lezhës është në rrugën e duhur. Si mund t'i bësh ti bar, kujto ços? Atoni të shihni listën që ka përgatitur. Kjo është shfaqja e katërt e vendosur në skenë nga trupa teatrore Lis, e cila po fiton gjithnjë më shumë vlerësimin e spektatorëve, duke u rikthyer në një pikë referimi për aktivitetin kulturor në Lezhë.